Fenomeni dhe fituesi i çmimit të këtij edicioni të shtëpisë së famshme në Shqipëri, Gjesti, është mjaft i lidhur me qenushin e tij. Së fundmi, ai ka tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale pas një video të publikuar në TikTok. Momenti i këngëtarit në vend që të pëlqehej, duket se ka ngjallur reagime të forta negative nga një pjesë e konsiderueshme e ndjekësve të tij. Shumë prej ndjekësve kanë reaguar me kritika të ashpra duke cilësuar veprimin e tij të papërshtatshëm me qenin e tij. Ende nuk dihet nëse Gjesti do të reagojë ndaj komenteve, por një gjë është e sigurt. Ky postim i fundit i tij ka shkaktuar një val pakënaqësie në mesin e fansave të tij. E parë se askush sa kishte bërë pyetjen e të thash ta bojon, cili o qeni, o njerëz mjaft e shajtet Gjestin se s'mundet me abo like tanëve. Ishin disa nga komentet e fansave të Gjestit që me sa duket janë kthyer kundër. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se fenomeni Gjesti është mjaft i angazhuar me koncertet anë mban botës, por edhe me projektet e tij muzikore, ku para disa ditësh lajmëroi se do të vijë me një super hit.